Është 18:38 minuta e hën qershor 2026 vap. Dhe tani të shkojmë tek mos mbo filma. Ky nuk është një film, po ne jemi regjizor. Patjetër, i bën gjithë filmin siç duam ne. Patjetër që po. Edhe tani, të lutem DJ Vinin e jep një bazë që të na ja. U futëm në rel. Fan Noli dhe Faik Konica janë në parajs. Me sa dim ne. Po. Ose me sa shpresojmë. Po, kanë hapur televizorin dhe po shohin Shqipërinë. Çfarë flasin ata? Premierë absolute këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Fan. Çup. Fan ore, fan të thirr aty. Faik se kam mendjen këtu se s'po më hapet televizori. Hape bro, hape, jepi. Po tani ku ta çoj unë? Çoje te kanali Shqipëria 2026. Dio. Tani e gjetet lutesh, po lëre Dion tani se s'është momenti i lutjes. Jo vlla, jo, nuk po lutem, po thras o zot se pas ka filma horrore dhe po e luj. Jo, Lena, mos e luj. Po ça ta le, se s'do shohim filmat e tu. Fan, mos mbo filma mu. Jo, ti mos mbo filma mu. A do zihemi shqiptar që tani pri fjalë goje? Mirë, e lash, jepi gaz ti. Pra, se je edhe rob zoti. Ik Faik, se na ke fik, skenaret e tua qenë 100 vjet më parë i shkruajtë tani, shisi i kanë bërë realitet. Unë kam 84 vjet që kam vdek. Po pasojat i ke lënë në këtë shtet pra. Po ç'ti bëjnë që shqiptari e quan veten mbret? Faik, ishe mbret në kohën time, personalitetet ishin piktur, zgjuarësia që varej në korniza, sot mbeti një grafik në mur. Po pra si ka mundësi mor burr. Mban shqiptari, mban Mban kjo lkur. Amigo. Po keq lëviz ashtu sikur të kanë hyrë krimbat. Po se çfarë po më ngacmon këtu sikur po më qup. Lëre se janë çmimet. Deri këtu pas kanë ardhur në parajs. Po kot sot shqiptari kanë shkuar çmimet, kanë kap qiellin. Bomb 7 as dola. Le mor Bigjozin se na e kanë ndaluar në Shqipëri. Fan, që janë tërë këto ndërtesa të larta kështu mërmjeshtër. Po s'ka më uzina dhe fabrika, s'ka më vend ku të ndërtojnë horizontal, kështu që i fuzin ai vertikale të madhe. Po kush jeton aty? Po kush e merr vesh, gjysmat janë pashitën. Po me gjeton ndërtime e njerëzit në rrugë? Por jo se s'kan ku trin, po se janë protesta. Për çfarë? Po për gjithçka, investimet e huaja, çmimi, puna, me sapo shoh se jam larg. Dëgjohen? Po dëgjohen sa minuta në lajme e pastaj në Instagram edhe në TikTok. Mirë po, lëvizje që i kanë tenën se po kap me miza. Si janë miza, Faik, janë makinat në trafik. Po ajo zhurm? Janë borit. S'të kuptova. Janë sharje pa fjalë. E kapa. Qa kapa? Si qa kapa, burr? Qa kapa? Avionin kapa. Si në TikTok, fan, që kap avion. Po si avionin, se i kapa, se ishin të rinj që donin tiknin. Edhe unë i ndalova. Po edhe ne ikëm dikur, burr. Ikëm po jo me avion. E drejt, ne ikëm me traget. Durrësi, deti, trageti. Më Europë sa të kemi kërku. Edhe vazhdojmë akoma. Akoma? Shqipëria në 2030 në BE, ore. Shqiptarët e mirë, presin që Evropa të vi sot a nesër e t'i shpëtoj. Hajde flem nga krau tjetër tani. Se e shpëtum në Europë. Po është herë t'i bit flem prier me pulat. Po s'ka gjë, më mirë në gjumë se sa. Po pa lodra. Pa tjetër, okej. Nëse na dëgjojnë, i përshëndes, se kemi filluar flasim edhe me ata të lartit dhe ata të poshtit, është emisioni çuditshëm. Ata të lartit i bi keq, kështu. Si me ata të lartit, po ata që janë nëltër. Ata që janë nëltër dhe që janë poshtë. Kështu që ju vazhdoni që ndroni këtu, kemi pak reklama dhe rikthehemi sërish për pjesën tjetër. Vazhdoni që ndroni këtu me ne. Rikthyer top dhe jo fare. Ora që 18:49 minuta e tani, përpara se të vijë Ervin Nikolla për lajme. Patjetër. Lajme tamam, për vërteti. Fiks, ato serioze. Vini këto lajme që ne i transformojmë. Po. Gati vini, gati çuna. Gati. Llogaritë fjetura, miliarda euro të harruara në Gjermani, qeveria e ka të vështirë të identifikojë pas vdekjes së pronarëve. Po çfarë shqetësoheni kot, më frisni trurin të kujt janë, po silli më këtu ja u zgjidh. Deutsch. Po. Tu dhe ne, danke schön. Për lek ti, Juli.
Harron edhe nonën. Turpi i shekullit, turpi i dheut. Berisha, Rama të largohet menjëherë dhe të dëgjoj zërin e qytetarëve. Berish, qytetarët po thonë që duhet të largohesh e në ti. Apo nuk kam fillu, nuk po të mbajnë më veshët mirë. Muaj mjalti në Palermo për Dua Lipën dhe Callum Turner. Muaj buke djathtë për ne. Mjolde da. Lëkundjet forta në Athinë, 2 tërmete njëra pas tjetrës, ding ding. Erdhi pizza. Si ka qenë? Kazo zemër që i ndriti velet si ding 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 ding. Ja sa ishte magnituda s'na duhet, po ja u dridhen e greku, thanë shqiptarët, se ne na pëlqen kur dridhen ata. Po. I lindur në Serbi me prindër nga Shari. Jo, me prindër nga Shari. Historia e lojtare që nuk pranoi kurrë ngjyrat kuqezite na ndëshkoi të shtunën kundër Luksemburgut. Ky ishte si ai kushëriri që nuk vjen dazë, po vjen të fik dritat. Po, dritat si xumi që i fiku. Këtu do fik dritat. Misteri i frikshëm në New York, njerëzit hyjnë dhe dalin në pusetat e qytetit, ore ku shkojnë? Po, me shumë mundësi tani është ajo rruga më e shkurtër për të shpëtuar qeras New York. Këtu merr kuptim fjala, po dal pak poshtë. Dhe fillojnë dhe këtu te ne tani me këtë ngritjen e çmimeve. Për të shpëtuar çmime, po këtu ka një problem serioz këtu po ta bëjmë ne. Po. Se ne mirë që hyjmë ne vjetëm dhe kapakët. Po mirë burr që të hyj drita, të zgjohemi në mëngjes, se nuk ka alarmi fakt. Djali Angelina Jolie dhe Brad Pitt heq dorë nga mbiemri i atit. Kambola Nedja ktheu Bradë se zgjati fare. Ky i shkreti gjithë fëmijët po i dalin kështu, po i ndrojnë mbiemrit, zot. Hallet famshmish. Paralajmërimi i frikshëm i Baba Vangës. Çfarë është drita e re që do të shfaqet në qiell gjatë botrorit 2026? 2 ndeshje të sigura, kapim na i lek nga baba se na ka i truri fare. Më vetëm Interi po si ai. Baba. Kështu tha baba. E di baba atë punë. Po kur e di ai e di por ne pas atij. Parashikime, kjo është baba për këtë punë. Investo ku investon i madhi. Kush ish i madhi? Po atë e di ti. Kush është i madhi sipas teje për shembull? Ku di kush është i madhi? Po pra kush është? Se di. A pra thuaje. Po se di kush është i madhi. O thuaje o hesht për gjithmonë, Tulio. Okej, që baba durt. Okej, mirë, në rregull. Se kush është i madhi do ta marrë vesh në pjesën e dytë me shpresë të na thot Nard ndoka që do të vi këtu në studio. I madhi është ai që sa i vogli. Patjetër, sipas Nardit po. Okej, kemi ardhur në pjesën e fundit të pjesës së parë. Sigurisht tani kemi lajmet nga Këto janë serioze, lajmet janë serioze nga vini. Okej, Ervin Nikolla vetëm pas pak.